Këtë vit duket se komuna e Qelzës nuk do të ketë probleme me buxhetin ashtu si një vit më parë. Kreu i kësaj komune zoti Fatmir Bala shpreh se këtë vit projekt buxheti po hartohet në bashkëpunim me kreun dhe anëtarët e Këshillit të Komunës në mënyrë që të arrihet një konsensus, nëse edhe këshilltarët duan të mbrojnë interesat e komunitetit. Shpresoj që problemi i vitit kaluar këtë ditë mos përsëritet për komunën Qelez, pasi po bëjmë konsulta me kryetarin e Këshillit dhe anëtarët e Këshillit, që të bëhet një projekt buxhet për të mirën e komunitetit, që të shërbejë gjithë banorët e kësaj komune. Sot është vënë në dispozicion projekt buxheti i hartuar nga zyra financë dhe kryetari i komunës, dhe besoj që brenda 10 ditësh do të bëhet mbledhja e buxhetit për miratimin e tij nga Këshillit. Për kreun e komunës, buxheti është aq i vogël sa edhe në çdo aspekt është i pamjaftueshëm, por Këshilli Komunal mund të rivlerësojë çdo zë investimesh në buxhet, ashtu siç vendimarrësit mund të gjykojnë më të mirën për komunitetin. Një veprim ky i cili duket se nuk do të përsërit përplasjet e një viti më parë. Në këtë vit duket se prioritetet kryesore të komunës janë ngritja e sistemit të pastrimit në të gjithë fshatrat e komunës, për të cilën kontinjerët janë siguruar, përfundimi i rekonstruksionit të shkollës së Bushatit, hapja e rrugës Dervishaj, shtrimi me çakëll i segmentit deri në breg të liçenit të Komanit, ujësjellësi i Kodërbojës e të tjerë punime që do të lehtësojnë jetën e banorëve të kësaj komune, bën të ditur kryekomunari Fatmir Balaj.